vërtet kemi disa raste të cilit janë përsëritura. Rastet janë operacionet e përbashkëta bëra nga policia spanjolle dhe policia shqiptare ose hetimet shqiptare që kanë ndjekur raste mashtrimeve në Spanjë. E njëjta që ka ndodhur me Italinë, e njëjta që ka ndodhur me të tjera të Bashkimit Evropian, pra një shtirje kohore. Rasti i fundit ose i parafundit përballë kishës ortodokse, kur një call center ishte pjesë e një investigimi të një strukture të një televizion italian që evidentoi pikërisht këtë fakt, që grabitja e qytetarëve të atij vendi vite në forma shumë të sofistikuara, ku pjesa më e madhe e tyre përdorin emra të tyre real, përdorin pseudonime, dhe u desh pikërisht ai emision dhe hetimet i zgjatën që quhen arrestime. Sigurisht që ende nuk ka në gjitha këto raste të konstatuara të paktën dhëna zyrtare se cilët janë dënuar. Ku janë hetimet? Çfarë bëhet me këto para të grabitura, se flasim për shuma tepër të mëdha, sa milionë euro. Dhe si mund të kthehen këto para? Ku janë? Ku kanë shkuar? Ndër këto operacione ka tendenca për të vajtur për të sekuestruar pasuritë e këtyre personave të cilët në territore kanë pasuri të tunshme dhe të patunshme, por deri këtu kemi informacione publike, informacione për publikun, çfarë po ndodh me hetimin e gjitha këtyre rasteve, përveç shkallës së zbulueshmërisë, e cila thash kërkon një kohë, sepse duhet aprovosh me prova dhe me fakte para se të shkosh dhe të bësh arrestimin. Dhe prandaj këto hetime kanë zgjatur 2 vjet, u janë përdorur dhe format e ndryshme të kamuflimit, duke futur persona brenda tyre në mënyrë të tillë, e para për të kuptuar skemën, e dyta për të kuptuar strukturën, dhe e treta është se si merren, përdoren dhe kush janë kanalet e investimit dhe kush shkojnë këto para.